Pas kryerjes së mbjelljes së kulturës së grurit dhe elbit nga fermerët, tani janë kushtet optimale për kryerjen e procesit të plejrimit suplementar. Këto kultura bujqësore kërkojnë disa elementë ushqyes në tokë, ndaj plejrimi është i nevojshëm për plotësimin e këtyre elementëve në mënyrë që të sigurohet një rendiment i lartë prodhimi. Për sa i përket sasisë së lëndëve që përdoren në plejrim, këshillon specialisti i sektorit të bimëve të arave pranë qendrës së transferimit të teknologjive bujqësore, Klodian Hyska. Do të rekomandojnë fermerët për kulturat grur dhe elb. Janë në momente dhe kushte optimale për një plejrim suplementar, ku fermerët mund të përdorin 0,8 deri në 1 kuintal për hektar nitrat. Kjo gjithmonë e varur në varësi të parabimës dhe gjendjes së zhvillimit të bimëve. Gjithashtu, do të rekomandoja të bëhet një luftim i barave të këqija në parcelat me infeksion mesatar ose të rëndë, duke përdorur herbicidin 2,4-D me një normë 2,5 litra në 400 litra ujë. Të gjitha këto hallka teknologjike, të cilat ne i kemi aplikuar dhe zbatuar pranë qendrës sonë të transferimit teknologjive, do të rekomandoja fermerët t'i aplikoni dhe në parcelat e tyre për të arritur një rendiment të lartë, por dhe një cilësi të mirë të pranuar nga tregu dhe konsumatori. Në rast se disa fermerë nuk kanë arritur të kryejnë mbjelljen e këtyre kulturave, ata mund ta kryejnë këtë proces edhe gjatë kësaj periudhe, por duke pasur kujdes që të shtojnë sasinë e farës dhe plehut për një realizim sa më të mirë të këtyre mbjelljeve.